Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova preket nga ngrica dhe dëbora. Temperaturat minimale janë në vlerat -5 dhe -2 gradë Celsius dhe maksimale nga -1 në 1 gradë Celsius. Situata paraqitet e vështirë në Prishtinë, ku ka vështirësi në qarkullim. Ngrica dhe gjendja e rrugëve në Lakrisht gjithashtu po krijon trafik. Magjistrala Mitrovic-Prishtinë është aktualisht e mbuluar nga dëbora, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe duke rritur rrezikun për aksidente. Trafiku i rënduar vijon dhe në Slatin. Rreshtit e dëborës vijuan gjatë natës në Prizren dhe pastrimi i rrugëve ka nisur herët në mëngjes. Ministri i Detyrit Transportit në Kosovë, Hysen Durmishi, paralajmëroi qytetarët të kenë kujdes për shkak të ngricave që kanë prekur rrugët e vendit. Ai bëri të ditur se gjatë gjithë natës ekipet kanë ndërhyrë në shumicën e rrugëve që janë në përgjegjësitë e ministrisë. Edhe sot në mëngjes kemi vazhduar punën në pastrimin e rrugëve dhe hedhjen e kripës, shtoi Durmishi. Sipas tij qytetarët duhet të tregojnë kujdes maksimal gjatë qarkullimit. Komuna e Drenasit njofton se ekipet përkatëse kanë dalë në terren për pastrimin e dëborës. Rrugët kryesore në këtë komunë janë të kalueshme. Problemet më të mëdha janë në rrugën për në Guri i Pllakës në fshatin Çikatove Vjetër, si dhe rrugës për tek Kroji i Mbretit në lagjen Bucolli, të cilat mbeten të pakalueshme si pasojë e rreshjeve të shiut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bllokohet totalisht aksi Qukës-Qaf Ploç për qarkullimin e mjeteve. Rrëshqitjet masive të dheut vijuan dhe gjatë natës, kalimi po bëhet vetëm përmes rrugës së vjetër të Qafthanës. Rrëshqitjet kanë rrezikuar jetën dhe të një kalimtari. E inauguruar në fillim të shtatorit, rruga Qukës-Qaf Ploç kushtoi 260 milion euro pas 16 vitesh ndërtim. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë paralajmëron se Lumi Vjosa te i kalon kuotat maksimale pas mbledhjes së Komitetit Emergjencave në Vlorë. Piro Vengu tha se në fokus janë 3 fshatrat në Grykderdhjen e asaj që ka rrezikshmëri të lartë, si Fitore, Bishan dhe Novosel. Së bashku me kryepleq dhe institucionet qendrore e drejtoritë rajonale kemi rakorduar skuadrat që duhet të dislokohen në terren minjer, qoftë nga pikpamja e ofrimit të shërbime parësore, shërbime shëndetësore, sikundër dhe mjetet ekskavator fadroma që janë dislokuar në terren për të frenuar për aq sa mundemi në këto momente. Siç e dini, kuotat maksimale janë arritur të Vjosës në këto momente. Ndërsa është vijuar dhe me evakuimin e familjeve. Kemi evakuar për momentin 13 familje, nuk kemi proceduar me evakuime të mëtejshme për momentin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.